Jemi në Shën Alban, në qytetin që gjendet rreth 35 km nga Londra, kryeqyteti i Anglisë. Jemi në Britaninë e Madhe. Kemi ardhur në Shën Alban pasi në këtë qershor të vitit 2026 është përvjetori i martirizimit të tij që ndodhi në vitin 305 mbas Krishtit. Shën Alban është dhe shenjti mbrojtës i kombit shqiptar. Shën Alban është ai që jep karakteristikën frymëzimin e shqiptarit pasi ai tregoi me qeshin e tij sublim që është besa, miqësia, shpirtmallësia, burimi dhe frymëzimi kryesor i një shqiptari të vërtetë. Ndaj kemi ardhur sot këtu për të përkujtuar këtë njerëz që me të vërtetë e mitizoi të qenurit shqiptar në shekullin e 4 mas Krishtit, pikërisht në vitin 305 kur ai dha jetën për të mbetur i pavdekshëm. Pra kthehemi në qendër e këtij qyteti, pas me shikoni është muzeumi që i dedikohet të Shën Alban, pra Sant Alban, dhe më tej më poshtë kemi katedralen që unë do ju tregoj, do shkojmë te katedralja që të shohim aty ku ai jetoi orët e fundit të jetës së tij për të flijuar përfundimisht dhe për të mbetur në përjetësi, si njeriu, si shqiptari më i njohur i gjithë botës, që u bë frymëzim për brezat e mëtejshëm shqiptar me gjestin e tij sublim, duke lënë jetën për njerëzimin, por mbi të gjitha për mikun që kishte trokitur tek dera shtëpisë së tij. Më tepër historinë e tij do e ndjekim në katedralen që dedikohet atij. Ja, atje kemi muzeumin, që është muzeumi i Shën Alban. Brenda ka vepra shumë interesante. Kjo është qendra komerciale e qytetit, qendra historike e tij. Dhe ne do vazhdojmë për tek katedralja e qytetit. Ju jam takim atje. Jemi afër katedrales të Shën Alban. Kjo është pjesa tjetër e qendrës. Këto janë rrugët karakteristike të Shën Alban. Okej, janë gjitha plot me dyqane dhe me shumë turiste. Pasi Shën Alban është një qytet i vogël, siç e thash, rreth 35 km nga Londra, por absolutisht shumë i vizituar nga të gjithë. Kjo për arsye të shenjtit me origjinë shqiptare Shën Albanin, i cili ishte një ilirë shqiptar mes shekullit të 3 dhe të 4 mas Krishtit. Ja këtu do kthehemi majtës dhe të hymë në Shën Alban. Okej? Shihemi atje. Këtu jemi në oborrin e katedrales së Shën Albanit. Hajde mos me dhe të shikoni këtë mrekulli të inxhinierisë, është një ndër katedralet më të famshme që ka Anglia. Të kujtojmë që Shën Albani është ai i cili evangelizoi anglezët e shekullit të 3-4 mas Krishtit. Historia na tregon që Shën Albani u dërgua në fund të shekullit të 3 mas Krishtit nga papa me origjinë shqiptare që ishte Papa Samkajo. Ai e dërgoi me mision këtu për të evangelizuar gjithë të zonë dhe mbi të gjitha ai solli këtu qytetërimin romako perëndimor, por në njëjtë kohë dhe qytetërimin ilir, i cili ishte ai qytetërim që kishte dhënë forcë gjithë mesdheut, pasi të kujtojmë që ilirët paraardhësit tan ishin të parë që hynë në epokën e hekurit. Ilirët ishin ato që kishin kontrolluar pothuajse gjithë Evropën jugore dhe qendrore. Ndaj ai solli këtu, së bashku me misionin e tij për të evangelizuar anglezët asaj periudhe dhe solli qytetërimin e paraardhësve tan ilir, i cili ishte një qytetërim që dominonte në të gjithë mesdheun. Ndaj më ndihni që të esim më tej dhe të shohim këtë mrekulli, këtë katedrale të jashtëzakonshme. Ja ku e kemi këtu dhe pjesën e më të ndritur të katedrales së Shën Alban. Ja, këtu kemi dhe hyrjet, një ndër hyrjet e saj. Kemi dhe pjesën qendrore, tash po ecim drejt pjesës qendrore të katedrales së Shën Albanit. Pra përsëris Shën Albani ka mbetur në historinë e njerëzimit si një ndër njerëzit më altruist, më beslënës dhe një iliru shqiptar i vërtet, për faktin sepse u flijua përsëris
për të tjerët, u flijua për të mbajtur besën, për të mbajtur fjalën, për të mbajtur mikun dhe për të mos të dorëzuar. Do flasim në hyrje pastaj të katedrales më tepër në lidhje me gjestin e tij sublim si një shqiptar i vërtet, shqiptar i denj. Takohemi brenda katedrales, miq. Ja, pra miq, këtu jemi brenda katedrales së Shën Albanit. Është një ndjesi e veçantë, pasi martiri shqiptar këtu pati zanafillin e tij, këtu kryi atë gjestin sublim. Këtu mbylli orët e fundit të jetës për t'i shërbyer mikut, për t'i shërbyer njerëzin. Aty kemi edhe një personifikim të ushtarëve romak, të cilët shkuan i trokitur në derë për ta arrestuar dhe për ta ekzekutuar me vonë. Ndërsa këtu është pjesa tjetër qendrore e katedrales. Ja të shkojmë më tej, një pamje të vërtet madhështore, unike do të thoja, që dedikohet këtij shenjti me origjinë shqiptare. Kjo është pjesa e altarit, pra, të kësaj kryevepre inxhinierike, një katedrale me të vërtet madhështore e jashtëzakonshme. Ku të jesh brenda ke një ndjesi të veçantë për faktin se këtu, pikërisht këtu, në themelet e tij, në themelet e kësaj katedrale, u flijua një iliru shqiptar me emrin Alban, apo i që njohim si Shën Alban. Ja, miqtë e mi, këtu është dhe varri i Shën Albanit. Dhe shikoni se çfarë shkruhet. I pari shenjt i Britanisë. Pra, Shën Albani i liru shqiptar na bën të ndihemi krenar, pasi është i pari shenjt i Britanisë së Madhe. Një tjetër arsye për të ndjer krenar të qenit i liru shqiptar. Ja, jemi këtu ku është dhe St. Albans School, pra shkolla dedikuar që ka emrin e Shën Albanit. Po pse Shën Albani është kaq i veçantë në krahasim me të gjithë të tjerë? Do ju rrëfej momentet e fundit të jetës së tij. Ishte 17 qershori i vitit 305, kur ushtarët romak që kontrollonin Londrën asaj kohe, gjithë Anglinë asaj kohe, dhe këtë qytet ku jemi tash, ku nuk kishte akoma asgjë, por vetëm ca shtëpia të vogla, i trokitën në derë. I trokitën në derë dhe i kërkuan atë emisarin që kishte dërguar Papa Shënkaju për të dhënë instruksionet nga Roma. Ai u ndhi në një situatë jo të bukur, pasi do dorëzonte mikun e tij që i kishte ardhur për të dhënë direktivat e reja nga Roma. Ai me njëherë pa menduar gjatë hyri brenda,
veshi atë kostumin që kishte ai, atë pelerinën e atij që kishte ardhur nga Roma, vuri atë kapuçin në kokë dhe doli jashtë dhe ju dorëzua ushtarëve romak, duke i thënë që jam unë ai që ka marrë nga Roma për të evangelizuar këtë vend, për të dhënë instruktimin, për të dhënë gjitha direktivat nga Papa tek Albani. Ndaj Albani u dorëzua në vend të mikut dhe masi e quan ushtarët romak tek gjykatësi, ai vendosi që ta dënonte me vdekje dhe na tregon historia që ai me 17 qershor të vitit 305 mas Krishtit u ekzekutua pikërisht në këtë vend ku jemi tash. Ju pre koka. Po e kuptoni atë gjestin sublim të tij, prandaj ka metur i veçantë mes gjithë atyre që u flijuan për njerëzimin, pasi dha jetën për të mbrojtur mikun, për mos të dorëzuar mikun, një gjest me të vërtet i jashtëzakonshëm që vetëm një shqiptar mund ta bëjë një gjë të tillë. Atë zakonin kanonor të shqiptarit ku miku është absolutisht i patralltueshëm. Miku që të troket në shtëpi është ai që duhet dedikuar dhe mbrojtur me jetën e vet, pasi miku është i shenjtë në shtëpinë e shqiptarit. Këtë gjest bëri Shën Albani, prandaj ka hyrë në histori si një ndër figurat më të shquara për sa i përket vlerave të tij njerëzore, prej një iliru shqiptari të vërtet. Pra këtu është shkolla, më tej kemi katedralen që dedikohet pikërisht Shën Albanit, dhe kjo është një ndër katedralet më të mëdha dhe më të bukura që ka e gjithë Mbretëria e Bashkuar dhe mbi të gjitha Anglia. Të kujtojmë që Shën Albani është një shenjë që të gjitha drejtimet fetare, qoftë kisha katolike, kisha protestante, kisha ortodokse, të gjithë ato i përulen dhe i falen këtij shenjti të jashtëzakonshëm që ishte me origjinë shqiptare. Ja pra miq, ky ishte ajo që kisha për të thënë sot mbi këtë iliru shqiptar të shquar që quhej Alban, pra Shën Alban, pikërisht nga qyteti që mori emrin e tij, fal atij gjesti sublim prej shqiptarit të vërtet, i cili dha jetën për të mbrojtur mikun që kishte trokitur tek dera e shtëpisë së tij. Ai u bë legjend këtu në Angli dhe aq sa për të marrur një qytet emrin e tij, pra për cilin ne duhet të jemi krenar. Ky është Shën Albani, që është dhe mbrojtësi i kombit shqiptar, pasi të kujtojmë që nuk ekziston asnjë Shën greku, Shën Serbia apo Shën turku, por ekziston një Shën Alban, i cili është për herë mbrojtës i kombit dhe i fateve të atdheut tonë. Nga qyteti që ka emrin e tij, nga vendi ku u ngrit katedralja që i dedikohet pikërisht gjestit të tij sublim, unë Alban Kraje ju përshëndes, ju uroj çdo të mirë.